Modra dhe vëllezër, duhet ju bëj një thirrje të keni pak kujdes me festivalin sepse është një kurt i mirë organizu. Në kohën që ne nuk kemi një paracetamol në spital, ne harxojmë 4 milion euro nga fondi emergjencës për një festival. I bëjmë thirrje zonë kryeministër, na furnizojmë ilaçe, sepse ne nuk na kërcehet, ne na protestohet. T'jalem ta shijojnë atë festival patronazhist dhe suflaqeqi, e t'i bëjmë një foto sepse është rasti më i mirë me i njohë se kush janë. Ne do të mlidhemi si që jemi mbledhur për 39 ditë këtu për arsyen se ne nuk do të bim viktimë e shprehjes kur fshati i digjet, vajza e mirë krihet. Ne, zoti kryeministër, kur Shqipëria digjet, ne luftojmë. Prandaj, zoti kryeministër, ftoi suflaqeqit edhe i paf shpikën e harit se ne koncertin e kemi këtu. Zoti e bekot Shqipërinë, mos u ndërzoni, kena dhënë produkt, mos u ndërzoni të ja dalim. Ju zoti.